Dhe edhe vlonjat nga gjithë Shqipëria që shkoni dhe protestoni në Vlorë, keni kujdes nga ca që vini nga Tirana. Duhet të dini që janë ca me kapele Republik që ka qenë shumë të rëndësishëm ke Fondacioni Soros. I është lënë detyra të shkatroj lëvizjet të cilat Sorosi nuk i do në teren dhe kudo që vete ai nuk mbi mbari. Ai përpiqet të krijojë qendra të dyta organizimi ku të marrë kontrollin, duke dhe në orare të tjera, vende të tjera për organizimin, i bën në mënyrë shumë të nxarë dhe shfrytëzon disa burra të mirë që kanë ardhur aty nga Tirana, të cilët nuk e kuptojnë qëllimin e këtij. Janë naiva, vinë me qëllim të mirë, po ky i përdor ata, edhe bëhet më katolik se papa duke sharë, sepse i kanë dhënë atë lejnë ata që të shajnë më shumë nga të tërë, edhe ka dhe ca çuna të rinj kështu që e filmojnë, e bëjnë kështu që ky nëpërmjet mediave të bëhet kryesori dhe njerëzit të ndjekin këtë dhe ky pastaj nëpërmjet organizimit ta prish lëvizjen dhe të lejoj që aty të ndërtohen. Mos harroni kush kel ky me Kapel Republik, asnjë s'ka patur sukses, nuk mbi mbari. Ky erdhi dhe në lëvizjen Novax që krijova unë, edhe pas 3 daljeve të suksesshme që pata unë, yri ky me këta naivët, edhe e shkatroj plotësisht me ato marifetet e veta dhe me disa njerëzit e vet, janë mjeshtra për të prishur çdo lloj lëvizje. Ka 15 vjet ky që vepron vetëm për të prishur lëvizjet. Dhe bën gjoja kështu sigur u lëret, sigur është i persekutuar, sikur vetëm të apo godasin, ç'më gjeti, më ndihmoni, gjoja që të bëhet pastaj nga media, të bëhet lideri ky, ta marr ky lëvizjen. Keni kujdes, edhe nga ndonjë drejtues partie, ndonjë partie marksiste, se Sorosi do socialistët, po më të zgjedhur ka marksistët. Dhe ky kërkon t'i tregoj Sorosit që unë jam më mirë se sa Rama për të bërë njerëzit për vete. Prandaj këta tipa, unë ju rekomandoj të mos i pranoni dhe mos i lejoni t'ju prishin lëvizjen me këto anarkit, me këto oraret, me këto gjërat, po futini një dru dhe përcjellini për në Tiranë, po të dëgjoni mua që të keni sukses dhe merreni vetë drejtimin atje në dorë dhe shtoni radhët dhe organizoni dhe përqendroheni të gjithë organizimin në një dorë të vetme, bëni një emër dhe nxirrini për rrjetet sociale ku të mundni dhe krijoni një strukturë për 3-4 veta që ta drejtojnë këtë lëvizje të fuqishme që t'ju thonë këtyre rilindasve që tokat shqiptare kanë zot dhe ata po e derdhin kupën. Kjo është këshilla ime dhe unë nëse do të vi vetëm në qoftë se disa njerëz të thjesht nga populli do ta drejtojnë këtë dhe do vi si njëri prej juve, si një njeri i thjesht atje dhe t'ju mbështes. Si njeri i thjesht, pa marrë asnjë lloj protagonizmi, pa dalë në krye të asnjë agjende organizimi, asnjë gjë. Thjesht do jem një qytetar i zakonshëm që do të vi aty, por këta tipa duhet t'i largoni. Pavarësisht se shumë njerëz mendojnë që këta janë shumë të fortë, shumë të vendosur. Më dëgjoni mua, ku shkelaj me Kapele Republike nuk mbi mbari.